Selamu alaikum të dashur shikues. Jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe sot në këtë program të bukur të Ramazanit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme dhe të veçantë. Nata e Kadrit, le të dëgjojmë shoqen tonë me kujdes dhe të mësojmë se është nata e Kadrit kaq e vlefshme e rëndësishme për ne. Pyetja për ju është: pse është e veçantë nata e Kadrit dhe çfarë duhet të bëjmë në këtë natë të bekuar? Nata e Kadrit është një natë shumë e shenjtë dhe e veçantë. Ajo është më e vlefshme sa 1000 muaj. Që do të thotë se çdo lutje dhe vepër e mirë që bëjmë në atë natë ka shpërblim shumë fish. Në atë natë engjëjt zbresin në tokë dhe Allahu e dëgjon çdo lutje të sinqertë. Prandaj është momenti i përsosur për të lutur për familjen, shokët, njerëzit në nevojë dhe për veten tonë. Ne mund të bëjmë shumë gjëra të mira. Lutje dhe kërkim falje për gabimet tona. Lexim të Kuranit dhe disa ajete të vogla. Dhikr dhe përmendje të Allahut me fjalë të bukura si Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar. Mendimet e mira dhe të dashura për të tjerët janë shumë të vlefshme. Nëse nuk flim gjatë natës së Kadrit, mund të bëjmë shumë lutje dhe puna të mira gjatë të natës që na mbetet, sepse çdo vepër e mirë ka shumë shpërblim. Kjo natë na mëson gjithashtu durim, përkushtim dhe dashuri për Allahun. Kur e shfrytëzojmë me zemër të sinqert, zemrat tona mbushen me paqe dhe gëzim. Dhe shpërblim që marrim është i madh. Prandaj kur të vijë nata e Kadrit, duhet të lutemi shumë, të kërkojmë falje dhe të bëjmë vepra të mira, sepse kjo natë është një dhuratë e madhe nga Allahu. Falenderojmë shoqen tonë për këtë shpjegim të bukur. Miropafshim në këshillat e radhës. Allahu ja pranoft agjërimin dhe çdo lutje që bëni në këtë natë të bekuar.